Për shëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam vendosur se përgatit një bukë të shishme, shpejt përgatitje dhe ja vlen ta provoni secila. Krejt që kanë nevojën për brumin janë 600 gram me miell, 250 ml me qumësht të ngrohtë, një vezë, 50 ml vaj ulliri, 20 gram me moja të bukës të freskët ose një lugë të gjellës moja të bukës pluhur. Në anën tjetër një lugë të gjellës jo plot me krip, edhe një lugë të çajit me sheqer. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek qumshti i ngrohtë hedhim sheqerin, kripen, vajin e ullirit, mandej një vezë, se dhe majën e bukës. I përzinat që fa me 8 orës, derisa të tretet maja e bukës. Pasi që kemi përzimi, gjitha hedhim tek mielli edhe rishojna mikserin ku edhe përzina brumin. Edhe brumin e kemi përzi për një 5-6 minuta me mikser ose në gjeshni si gjithmonë me duar, e nalim tashti mikserin. Morrim pak miell tek trasa e kuzhinës edhe e qesim brumin që e kemi përzi me mikser. E ngjeshim. E morëm një tepsi me masi 32 cm ose me dimensione 32 cm. E kom ly me gjalp. Mundeni me ly edhe me vaj qështër. E qesim edhe brumin. E mbulojnë tash brumin me nylon folje të kuzhinës edhe me një salvet për mi e lojna që të pushoj pra për 30 deri në 35 minuta temperaturë dhunës. Bas 35 minutave e largojna edhe salveten, pashtu edhe foljen e kuzhinës. Bas e kemi largu pra foljen nylon të kuzhinës, tashti bismillah e ngjeshim edhe bukën. Në anën tjetër komor djath kaçkavall, e blej gjithmonë ose në Lidl ose tek Turqit. E kom do kështu në pjesë me thik. E ngjeshim pra edhe bukën. Basi e kemi shtri edhe bukën, tashti e prejna me thik. Thika e lagu me ujë të val. Me parë që mos ngjitur pra edhe brumi për thike. Edhe ka një herë që shtoja bëjnë në vend ku e kemi prej. Basi kemi bu edhe prerjen e bukës, tashti bismillah morëm edhe djathin kaçkavall. Në këto vijat, ku e kemi prej edhe bukën, fusim brenda kaçkavallin.
Basi ja kemi qitë edhe kaçkavallin, tash të mbulojna prap bukën edhe për 30 minuta që të pushojnë temperaturë dhomës. Tash të e largojna edhe salvetën, e shefni është dyfishu brumi. Në anën tjetër e morim një të kuq të ves edhe 2-3 lugë gjellës me ujë të ngrohtë. E përzina të kuq të ves, pra me ujë të ngrohtë edhe lyna përmi. Furrën e lëshojna në temperaturë 200 gradë që t'jetë e nxehur me parë, mandej e fusim me njëherë tepsin pasi që kemi ly përmi bukën me të kuq të ves edhe me ujë të ngrohtë me u pjek buka. E lyna pra edhe bukën përmi. Një bukë pa mok e butë që bashkë të knosh, dhe mos për kurat e ftofta. Basi kemi ly bukën përmi, tash me njëherë e fusim pra në furrën e nxehur në temperaturë 200 gradë. Bukën e kom hek prej furrës, e kom pjek pra në temperaturë 200 gradë për 25 minuta, duket kështu që ka një shije perfekte, e butë si kurse pa muku. E mbulojna pak me një salvet, e lojna që të ftofet pak. Edhe buka duket kështu, mbasi që ka pushu pak, tash të e ndojna një copë që ta shifni ju, mashallah se si duket qësh është pjek pra nga brenda. Hajde, bismillah. E lumi aj që e përgadit edhe për familjen e vetë edhe e hanë këtë bukë pa muk. Qka shkën tjetër? Pingjor që e këm përgadit vetë, sugjuk që e këm përgadit vetë, speca me hudhër, magdanoz, djath edhe ullinje që vashta knoqën zemër. Ju përshëndes përzemërsisht, mos e leni pa e provu se kom ju knoq. Faleminderit për përkrojnë që ma beni komentet e bukura deri në recetën e rodhës nga kuzhina Nerit. Ju thëmë, miru pofshim.